Dhe ja kur I kthem në makinë me burgerin ton të Five Guys. Ne po vdesim për bukë, kështu që. Edhe kemi marrë vetëm një. Do e ndajmë për gjysmë. Se do provojmë shumë vende të tjera dhe stomakat tona të vegjël. Dhe so tiny and petite. They're so tiny, nuk na zënë shumë ushqim. Mund ta ham kështu, duket super mirë. Tregoj pa kamerë si duket. Duket si Krabby Patty. It's a Krabby Patty. Lingan gole 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 wacha. Krabby Patty. Ja ham kështu, do ham një kafshat secila që mos më ndihemi left out. Not really. Është shumë e ndryshme. That's why it's so good. Prandaj s'm pëlqej kur Five Guys, mua dhe nuk ha asnjëherë. Okej, nëse s'e pëlqej do hajmë gjithën. Jo, da mund ta ndajmë këtë pjesën të hajit çka kanë. Na marrim pjesën më të mirë ti. Duket si peshk. Ti je peshk. Those are cute jeans. You're cute jeans. Duket si përç oqeani. Tani është momenti më I rëndësishëm. Tani është momenti I vlerësimit. Do japim vlerësim nga 1 deri në 10. Do bëjmë 1, 2, 3 dhe do japim vlerësimin me gishta. Po ku ti çe gishta? E bëjmë me Sa do fjalë. japësh ti 20? Po. Marrim atë kamarierin që kishim ndi. Sa I kishte 6 gishta. Ishim në një restorant dje dhe kamarieri I shkret kishte 6 gishta dhe o zot më fal, kishte një gisht këtu edhe kur zjaste ti çkoj gishti. Duke tërkohë sikur po ta bëte 6 gishta nuk ka problem. Duke tërkohë sikur po ta bëte kështu. Nuk po ju gjykojmë. Okej. I duam njerëzit me 6 gishta. Both men and women and non-binary people of all gender appropriations and the pronouns. Kthehemi te tema, vlerësimin. 1, 2, 3, 8. What?